Kryeministri Risjan Mickoski, pyetur nga televizioni Shenja për deklaratën e zëvendës kryeministrit Arben Fetajit se do të realizohen 2500 punësime të reja të shqiptarëve. Tha se qeveria e re ka krijuar plot 12000 vende të reja pune, duke rritur numrin e të punësuarve nga 690.000 në 702.000. Si kažofme дека nekogash treba работите. Ne kemi më shumë se 10.000 vende të reja pune prej që jemi në qeveri, dhe kjo është e qartë edhe nga Inti Shtetëror i Statistikave. Nga 690.000 të punësuar në 3 mujorin e parë, kemi arritur në 702.000 të punësuar. Ato janë 12.000 vende të reja pune, të cilat i ka krijuar qeveria e re. Lidhur me punësimet, sot reagim pati nga Aleanca për shqiptarët, krahu i Taravarit, të cilët publikisht e pyetën zëvendës kryeministrin Izet Megjiti se sa shqiptar janë punësuar nga 12.000 vende, aq sa ka deklaruar kryeministri Mickoski. Sipas tyre, në të njëjtën ditë kur qeveria një etnike e drejtuar nga VMRO DPMNE miratoi propozim ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, institucionet shtetërore vazhduan të thellojnë diskriminimin dhe përjashtimin e qytetarëve shqiptar nga administrata publike. Nëpërmjet Agjencisë për Administrat, Fondi Pensionar dhe Invalidor i Maqenisë së Veriut shpalli konkurse për 23 vende pune, të gjitha të vendosura në rajonin lindor të vendit, zona ku nuk jetojnë shqiptar. Kjo praktikë përjashtuese është shembull më i qartë i asaj që nënkupton përfaqësimi drejt në versionin e ligjit të Karakamishevës. 23 punësime për Maqedonas, 0 për shqiptar. E pyesim publikisht liderin e Vlenit, Izet Megjiti, nga këto 12.000 punësime, sa janë shqiptar. Ditë më parë, zëvendës kryeministri Arben Fetaj deklaroi se për disa muaj janë duke u realizuar 2500 punësime dhe 800 avancime të shqiptarëve, që siç tha ai, janë më shumë se BDI për një mandat.